bazon këto që Abdullah Hoti deklaroi? Po, unë e lexova postimin e zotit Hoti edhe jemi sinqert nuk pash diçka që nuk vlen. Mendoj që nuk është shqetësi që LDK i ka disa probleme. Ne i kemi ndëgjue, ka pas pak knatësi të vazhdueshme edhe gjatë fushatës, ka pas pak knatësi prej një grupi caktuar i cili është ndije pak i lënë anash edhe gjatë fushatës. Edhe në fundit ne ish kryeministër i një partije më të vjetër në Ballkan, mendoj që do të kishte qenë modesti e madhe në saj, do të kishte qenë i kënaqur me pozitën e tretë, me 4 mandate më pak se i dyti, e me 24, apo 28, më pak se sa i pari. Mendoj që sikur LDK-ja të kishte performuar më mirë, ai i cili do të kishte marrë lavdatat edhe në burrin kryesor kishte qenë kryetari i partisë, sepse edhe sipas hierarkisë institucionale, brenda partisë, të organeve, i takon, po edhe kur ka dështime, mendoj që ai do duhej me qenë përgjegjësi kryesor. Unë e di në çfarë pozite ka marrë, vërtet e ka marrë një pozitë LDK shumë palakmueshme. Ka një ngritje, po e cila mendoj që nuk është e mjaftueshme. Unë mendoj që LDK-ja nuk ka arrit me artikulue ato kërkesat e elektoratit vetë, por më tepër nuk ka arrit as me bind një pjesë të elektoratit vetë i cili vitin 2021 për një arsye apo tjetër ishte larguar dhe kishte votuar dikon tjetër. Kështu që pikpyetjet edhe çështjet që ka shtruar zoti Hoti, mendoj që në vend fundit kjo vetëm se duhet me ndihmu LDK-s, sepse kjo e ndihmon edhe demokratizimin e brendshëm të partisë, që është shumë e rëndësishme në zhvillimin e një partie politike. Tash kur dy bashkëbisedues të parë pajtohen me Abdullah Hotin, veç po më imponohet me